Faleminderit të nderuara kryetare e Kuvendit, të nderuar ministra, të nderuar kolegë deputet. Si ju lutem bani? Natyrisht sot po e diskutojmë një projekt ligj tepër të rëndësishëm, nuk po e diskutojmë për herë të parë, ashtu siç e tha dhe zonja ministre. Është vërtet që formalisht e proceduralisht në kuptimin e ngushtë të fjalës bëhet fjalë për një projekt ligj të ri, por në kuptimin përmbajtësor dhe real të fjalës është projekt ligji më i vjetër që pret miratimin e Kuvendit të Kosovës. Nga viti 2021 që është miratuar në Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe trajtimit më pas në Kuvend të Kosovës, duke nënshtruar 3 opinioneve të Komisionit të Venecias dhe 2 trajtime nga ana e Gjykatës Kushtetuese, një në aspektin meritor e përmbajtësor dhe një tjetër në aspektin procedural. Ky projekt ligj është projekt ligji më i diskutuar deri më tani jo vetëm në Kuvend të Kosovës e në forumet institucionale siç është Gjykata Kushtetuese dhe Komisioni i Venecias, por edhe në sferën publike do të thonë. Prandaj qëndrimi ose argumentimi për një politikë të tillë publike tepër të rëndësishme që synon të përgjigjet një fenomeni shumë problematik, gërrys, shumë të diskutuar në opinionin publik në Kosovë, siç është korrupsioni dhe krimi organizuar i përqendruar tek zyrtarët e lartë publik, është shmangje nga thelbi i të vërtetës në raport me këtë projekt ligj. Ne jemi në diskutimin e leximit të parë dhe është edhe në natyrën e diskutimit të projekt ligjeve në lexim të parë, diskutimi konceptual, diskutimi mbi synimet reale të formës së politikës publike. Natyrisht nuk janë të tepërta dhe diskutimet teknike e gjuhësore, por këto elemente më shumë i përkasin diskutimeve në komisionet përkatëse dhe në diskutimet në mes të 2 leximeve kur deputetët e trajtojnë projekt ligjin nem për nem. Por është shumë rëndësi edhe në këtë seancë, paska se ne kemi diskutuar edhe në legislaturën e 8 shumë gjatë e gjërësisht për këtë projekt ligj, të bëjmë diskutimin në koncept. Jo vetëm në kuptimin e konceptit të konfiskimit civil, të konfirmuar nga Gjykata Kushtetuese e të kontestuar për gjatë të viteve në sferën tonë publike dhe politike, por edhe në raport me fenomenin që është diskutuar në shoqërinë tonë. Prandaj qëndrimi në raport me këtë projekt ligj parasigurisht është qëndrimi mbi fenomenin, mbi problemin. Dhe ai është a ka pasur ose jo shpërdorim të detyrave zyrtare, të zyrtarëve të lartë publik për të shtuar pasurinë e tyre në mënyrë të paligjshme duke abuzuar me pozitën publike. Dhe natyrisht kundër vënia tjetër që i prindet themi bashkë me këtë projekt ligj është se ka pasur abuzim të skajshëm duke shtuar pasurinë në mënyrë eksponenciale të zyrtarëve të lartë publik në mënyrë të pajustifikueshme duke abuzuar pozitën publike dhe shpeshherë edhe në pozita të shkurta që është e vërteta të shërbimit. Nëse mbon qëndrimin se pasuria nuk duhet të verifikohet zyrtarëve të lartë publik dhe natyrisht nuk mund ta shmangim debatin që këtu përfshin edhe politikan, e sidomos politikan, sepse edhe politikanët hynë ose le të themi janë në top të pozicioneve të zyrtarëve të lartë publik. Natyrisht se i edhe kundër këtij projekt ligji, i kundër edhe konfiskimit civil të pasurisë pa justifikueshme dhe gjithsesi do të përpiqesh të gjesh elemente procedurale teknike për ta kontestuar projekt ligjin. Por nëse e mbron qëndrimin dhe argumenton që në Kosovë për gjatë këtyre viteve, e sidomos nga momenti i shpalljes së pavarësisë, por pa kufizuar në këtë periudhë, ka pasur abuzim me detyrën zyrtare dhe ka pasur ndryshim radikal të gjendjes pasurore të politikanëve dhe të zyrtarëve të lartë publik dhe padyshim duhet të mendosh se si i kundërpërgjigjesh këtij fenomeni. Dhe jo vetëm në formë siç po paraqitet ndonjëherë si përndjekje politike apo hakmarrje politike, përkundrazi, po për të garantuar drejtësi dhe barazi, por mbi të gjitha për ta pastruar jetën tonë institucionale nga elemente të tilla abuzuese, të cilat pastaj do ta ndikonin negativisht edhe politikbërënien edhe në perspektivë. Për mua ky projekt ligj dhe kjo politikë publike është një përgjigje tepër e rëndësishme e ngritjes së etikës publike të zyrtarëve të lartë publik, sepse jo vetëm që ndërton dhe mundson drejtësi duke verifikuar pasurinë e pajustifikueshme të zyrtarëve të lartë publik dhe kësaj pasuria që nuk mund të justifikohet i kthehet shtetit dhe qytetarëve, atyre që në fakt ju përket, por në anën tjetër e jep një mesazh të qartë, të vendosur edhe për zyrtarë tjerë ta shëtutje se nuk duhet dhe nuk mund ta shohin pozitën e tyre publike si një mundësi për ta shtuar pasurinë e tyre personale dhe të familjarëve të tyre. Prandaj diskutimi real dhe thelbësor është në raport me fenomenin dhe me zgjidhjen.
kur pajtohesh që këtu ka pasur abuzim dhe ndërkohë që nuk ka pasur reagim institucional, sepse ne nuk është se kemi pasur bazë ligjore, por ne kemi pasur reagim krejtësisht simbolik ose në fakt të refuzim të institucionet të trajtojnë këto raste. Domethënë, nuk kemi pasur asnjë rast deri më tani që është konfiskuar pothuajse pasuria në procedurë penale, nuk kemi pasur dënime reale të zyrtarit lartë publik për korrupsion, por në anën tjetër kemi pasur vlerësime nga ana e organizatave të ndryshme të shoqërisë civile, por të organizatave të ndryshme ndërkombëtare për nivelin e lartë të korrupsionit të përqendruar tek zyrtarët e lartë publik. Ka një lloj shpërputhje të pashembullt në mes të vlerësimit të nivelit të lartë të korrupsionit të përqendruar tek zyrtarët e lartë publik dhe masave ndëshkuese të ulta ose politikave ndëshkuese të ulta nga ana e gjykatave të Kosovës për këta zyrtar. Ti domethënë nuk gjen dot zyrtarët e lartë publik që kanë mbajtur burgim efektiv real, ndërkohë që vlerësimi vazhdon të bëhet që ka pasur korrupsion dhe ka shpërdorim, sikurse edhe ka pasur shtim të pasurisë në mënyrë drastike. Ne natyrisht jemi të vetëdijshëm dhe këto fenomene shpeshherë edhe janë të dukshme, por ky projekt ligj e ka këtë synim ta trajtoj një fenomen gryes në jetën tonë institucionale dhe publike dhe natyrisht me garanci ligjore dhe kushtetuese, me qasje të drejtë pafundësisht, por mbi të gjitha në mbrojtje të interesit publik, se në këto jemi deputet të zgjedhur dhe besoj shumë që edhe kur jemi zgjedhur, edhe mandati ynë, por edhe betimi është angazhimi për ta mbrojtur interesin publik. Kuptohet, duhet kujdesemi për garanci procedurale edhe për të pandehurit potencial. Nuk po them që duhet ketë qasje arbitrare, dhe unë jam i bindur që ky projekt ligj ka këtu garanci. E ka konfirmuar edhe gjykata kushtetuese në aktgjykimin e parë të trajtimit në përmbajtje, por është konfirmuar në 3 opinionet të Komisionit të Venecias. Prandaj është shumë e rëndësishme që Kuvendi i Kosovës edhe nëpërmjet diskutimeve dhe por nëpërmjet votimit të këtij projekti të marrë qëndrim afirmativ që është një institucion i vendosur përtej dallimeve tona partijake, që ky fenomen duhet trajtohet me vendosmëri, gjithsesi me garanci ligjore dhe kushtetuese, dhe që kjo pasuri e pajustifikueshme do të konfiskohet dhe duhet i kthehet shtetit. Jemi vonuar tepërshëm, jemi 6 vite vonë, nuk ka asnjë arsye që është e vërteta për ta zvarritur më tutje. Në kohën që kemi, natyrisht edhe si komision edhe si deputet, po le të kontribuojmë secili për ta përmirësuar nëse konsiderohet që ka hapësirë dhe nevojë në aspektin teknik e procedural, po thelbi këtu nuk është teknik dhe procedural. Thelbi është se si po i përgjigjemi si institucion një dukurie problematike që e ka deformuar jetën institucionale, e ka deformuar procesin e politikbërjes dhe natyrisht e ka ndikuar edhe vendimarrjen e institucioneve publike të Kosovës. Prandaj nuk ftoj deputetët pa dallim që të japin mbështetje dhe mos ta zvarrisin më tutje dhe do thoja në fund krejt kisha lutur natyrisht deputetët, sidomos të PDK-s në rastin konkret, mos ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese edhe një herë për të blerë kohë edhe për të na vonuar edhe për një 18 muaj për të pasur pastaj vendimin meritor në fund në përkrahje të këtij projekti ligji, sepse siç e dinë të gjithë, koha e humbur, edhe kur bëhet fjalë për një politikë publike të mirëfillt, të dobishme, të drejtë e në interes publik, kur koha, domethënë, është kaq e gjatë për ta vënë në zbatim, e dëmton edhe thelbin e kësaj politike edhe kësaj nisme. Kemi humbur shumë kohë, tashmë do duhet të kishim byron të themeluar, do duhet të kishim rastet e para të inicimit të verifikimit të pasurisë së pajustifikueshme dhe do duhet të kishim edhe rastet e para të gjykatës në Kosovë që tashmë i konfiskohet pasuria dhe i kthehet shtetit dhe qytetarëve. Ju falenderoj.